Për çka se njoni tha një kritike kam hoxha Fenir qish mujte me thonë Ramazani s'pranohet atyre që s'bojnë namaz. Thash unë s'mujta me thonë vërtet, unë thash veç me ju tregu se namazi sa është i rëndësishëm tek Allahu azza wa jall. Kardiologu konstaton se zemra është në rrezik. Pra unë po pyes se njeriu nëse veshkun e ka të shëndosh, moshkniti ka cikba mirë, lukthja ti i punon, troni i punon, amo zemra si punon. Nëse vdemra ndalet, a ka vlerë vëllezër të ndërshëm këto organet tjera të cilët janë në rregull. Pra Allahu azza wa jall namazin e ka bën sikur koka për trupin apo sikur zemra për organet. Nuk jam unë ai i cili po them, po është Allahu azza wa jall që thot pejgamberi Allahu dallimi mes muslimanit dhe jo muslimanit është namazi. Tha disa xhallar po thojnë s'ka problem me shahadet shkojmë në ahiret. Thash kjo i përngjet sikur ai në rezervimin e biletës dhe dil në aeroport se ti vizairit të merë. S'ka problem se ke rezervu. On po thëm pa e pre biletën, pa e bo check-in së n'hip. E nëse shkon në aeroport e pastaj së n'hip. Mos e fajso vllai dashur musliman atë që të ka informu. Mirë po fajso e vetën se ti e ke morë matë letën që tu ka dukë. Mirë po ke met pa udhtim, ke mundësi të privohesh nga xheneti i Allahut për gjithmonë. Ne apo lujmë se kemi di udhtim apo një udhtim?